Datat 9 dhe 10 korrik janë përcaktuar për plotësimin e formularit A1Z, i cili u jep mundësinë maturantëve të viteve të kaluara, por edhe të interesuarve të tjerë që të hedhin hapin e parë për aplikimin për në universitet për vitin akademik 2026-2027. Të interesuarit mund ta kryejnë vetë këtë proces, por mund të ndihmohen edhe nga mësuesit në gjimnazet ku kanë përfunduar studimet, apo edhe pranë Universitetit Fanoli, ku ofrohet ndihmë për këtë formular. Formulari A1Z është hapi i parë i aplikimit për të pranuar pranë universitet. Nëpërmjet formularit A1Z krijohet llogaria në Albania për të përzgjedhur më pas në një fazë të dytë 10 preferencat për të pranuar në universitet. Secili interesuar aplikon në portalin në Albania, më pas paraqitet në shkollën e mesme ku ka përfunduar, ku kryet atje një veprim teknik për të krijuar pra llogarin përkatëse dhe më pas vazhdon procedura për të krijuar llogarin, merren sqarimet e mëtejshme në shkollën e mesme ku kanë përfunduar secili nga maturantët. Pas plotësimit të formularit A1Z, maturantët e viteve të kaluara do të duhet të presin datat e përcaktuara për aplikimin në universitet në 10 programe të preferuara. Universiteti Fanoli vjen me një ofertë akademike me 26 programe studimi bachelor dhe 7 programe 2 vjeçare, ndërsa këtë vit do të çelet edhe një program i ri i riorganizuar. Janë 26 programe studimi bachelor dhe 7 programe profesionale. Ndryshe nga vitet e kaluara, këtë vit risi është dhe programi i ri i riorganizuar nga matematikë informatikë është riorganizuar në data science, është një program modern, pra program i kohës, sepse vjen edhe në gjuhë angleze, i rinovuar dhe si pasojë kërkesave të kohës për programet për të rinovuar kurrikulat e mëdha. Formulari A1Z mund të plotësohet nga maturantët e viteve të kaluara apo të interesuar të tjerë nga ora 8 deri në orën 16 të datave 9 dhe 10 korrik.